Shikues, është momenti për të gatuar super risotton kremoze. Sot do të shkojmë me një shije tepër të freskët që jeni mësuar ta gatuani, ta përdorni në marinimin e mishit, sidomos pulës, në pasta, por edhe në sandviç të ndryshëm. Kemi pesto genovese, super kremoze kësaj radhe, ta përdorim nga tikuli sepse keni 2 lloje në markete. Kjo është no comment. Keni mu knaq. Gjithë një pjatë e gjenëvert. Taman si Kristina e bukur e jona. Dhe në fund, po mendoj që pak livore limoni dhe gjatin grana padano që jep super shije. Besoj që Gjelonën do ta shkrije kjo pjatë. Atëherë, si që thash, kam vendosur atje gjalpën, pra këtu në tenxhere kemi gjalpën që veç po shkrihet, po thuajse. Do ta përdorim edhe pak vajin më të mirë italian Monini, duke e shtuar sot një gjysmë qepe të kuqe. Krejt e dim që qepa e kuqe është tejet intenzive, thash, ta ndrojmë pak. Kisha haru me bledh bardh të shqyqyr që lloj gjigjo në frigorifer shikues, por është më intenzive dhe do t'jep ende më tepër shije në pjatën tonë. Ja, pra tani do të presim që ta fërgojmë qepën. Ja, mirë, do të presim pak. Tani do të vendosim pak dete, ja kështu. Edhe të shkojmë me piperin e zi, i cili pa tjetër i të jep shumë shije. Dhe do të përzijim mirë e mirë. Okej, shikues, e pa që vendosa edhe krip detit, edhe piper të zi, mos haroni krip shumë pak në momentin kur i përdorni kockat e supave, sepse ato janë vetëm me shumë krip. Ja u kam shpjegu qindra herë si realizohet një risotto, pra duke shtuar ujin pak nga pak dhe duke e përzier gjithë kohës. Kështu që shihemi pas pak. Ja, pra shikues, po e shini, o zot, ja, sa mirë ka fillu kokra me urit, pasi që ka fillu që t'na zihet orizi. Do të vazhdojmë, pra, si që kam shpjegu, pak nga pak, duke e shtuar pra ja kështu ujin, ja edhe pak. Dhe do ta përzijem, do të vazhdojmë realisht, ja kështu. E pat, pra shikues, që kokra ka fillu me urit, kjo tregon që ka fillu me uzi. Edhe arbori është tipi për risotto rizi më i mirë. Gjenë në gjitha marketet shikues kotin. Shqyr që kemi sot produktet mira në dyqanet tona. Mos harani pra asnjëherë të ndaloni së përzijeri, për ndryshe nuk do t'jetë risotto. As ka pakën mos javnoni, se bëhet pilaf mandej. Kështu që duke e përzi, mande drejt nga tenxheri janë pjatë dhe o la la, keni me u shkri. Okej, shikues, besoj me në 3 minuta risotton e kemi gati. Tani do të vendosim pak nga djathi grana padano, pak do t'a lejmë edhe pak. Do t'na bëhet ande më kremoze dhe krejt në fund kur t'na zihet, do të shtojmë edhe pak gjallë dhe peston nga tigulio që i kemi super kremoze. Ju thash, i keni 2 lloje në market. Kjo shkruna aty që është më kremoze, bëjeni me atë. O zot sa e mirë po duket. Kemi mushkria, sonë s'ko mangër shikues. Wow, ja, pra shikues, ja. Sa kremoze, të shtojmë vetëm edhe pak ujë për herë të fundit realisht dhe e kemi gati. Nga kështu. Shikues, e provova, fantastike. Tani, krejt në fund, do të marrim gjalpën, por edhe peston magjia në këtë pjatë.
Do të vendosim krejt në fund, do të shkojmë duke e ullur temperaturën, do të shkojmë duke e shtuar edhe pak gjallë, edhe peston, do ta servojmë në pjatë, o zot, do të shkrijeni, do ta shihni ja tani. Ja pra gjalpën e kemi vendos dhe ja. Kjo është salca nga pesto, tigullio. Ja e keni kremozo, e keni super kremoze. Tani, do të marim nga pestoja, disa lugë. Sa t'ja do i zemra. Ja, unë do të shkoj një lugë mesme, 2, 3, dhe për këtë sasi të risottos mendoj që 4 lugë janë mjaftueshëm. Hajde 5, po shkoj me 5, ma fajnë. Dhe, wow, ja edhe ngjyra ndroj, edhe u bë super kremoze. Fal gjalpës, fal tigulios, fal super orizit, mamma mia. Wow, shikues. Ja, nuk e di ca që jam unë të me marrë veç, ja e kemi super kremoze. Do ta ndalim shporetin. Ja, no comment, e gjelbërt e mirë kremoze, wow. Okej, pra, risotton e kemi gati, do ta largojmë. Këtë shpatull, ta marrim një lugë dhe ta marrim këtë, sepse do të shkojmë tek tavolina, ja. Wow, inhalim, ja. Se di, do me thona, është krem, por është super risotto, ja. Ma mirë se në Itali, ma mirë, ja kemi marrë dorën. Kom mendu, ju kom tregu shikues ma herët. Gjithmonë e kom mendu që, s'ko me ditu në kur me bo risotto, po ja që krejt po më së ishim. Veç, a ke dëshirë dhe vullnet. Dhe ja. Wow. No comment. Ja, pra. Ja, pra. Super risotto, ja. Ja, do ta mbushim mirë, se gjeki kam në ardhund. Ja. Okej, tani ju kam mësu. Do ta rafshojmë pjatën duke jam shu kështu pjatës. Ja. Wow. Shiqoni sa bukur, asnjëherë mos e rafshoni me lugë, sepse deformoni. Ja, pra, o sa bukur po duket, shkëlqyshëm, no comment. Tani do ta vendosim këtu. Dhe kemi këtu djati grana padano dhe them që ta dekorojmë në këtë formë, ja, vetëm në mes. Ja. Dhe siç ju thash, tu kemi gjys limoni, ja, kemi gjys limoni, dhe unë them që të përdorim vetëm pak nga lëvorën e limonit, sepse është tetë aromatizues, shikues, ja, pra në këtë mënyrë, vetëm pak. Ja. Ja, pra, përdorim pak nga... Okej, përfundua me livorën. Tani, është momente, pret. Ja, kështu, tash është ma le. Dhe kjo është pjata ime. Ja. Mezi s'po pres, Te e që mund të shikues. Lumë shinduar t'juve kur t'a bëni, e me shpresën që edhe gjekit do t'i pëlqej kjo super pjata. Okej. Orzi për mrekulli. Po, Te, por e mirë, po pas na me pi ujë 2 det.